Se për këtë aksidenteve trafikut, të më thonë, apo parat për cilin bisedum dhere më tash, unë mund të them se në periudën e njëjtë vitit kaluar dhe duke krahasu me periudën e njëjtë vitit aktual, prej janari deri në prill, do më thonë gjithsej në Kosovë janë shkaktuar 22 aksidente me fatalitet apo me vdekur. Vitin e kaluar kanë qenë 25 viktima, kurse në këtë vit i kemi 23 viktima, fatmirësisht 2 viktima më pak. Por kemi edhe aksidente që ndodhin me lëndime trupore apo me dome materiale. Gjithsej, aksidente në total, do më thonën, prej vitit kaluar këtë vit kemi një rritje fatkeqësisht, do më thonën, mirë, por unë konsideroj që qytetarët vetësohen, që të edukohen, të zbatojnë ligjin. Këtë po flas për individ të caktuar, sepse në përgjithësi qytetarët e Kosovës janë të kulturuar, janë të edukuar dhe zbatojnë ligjin dhe rregullat e komunikacionit. Por për ata të cilët nuk janë, unë i rekomandoj që të respektojnë ligjet dhe rregullat.